Unë do të merja me rezerva deklaratat të cilat jepen në parlament nga përfaqësuesit që ne veti kemi zgjedhur, pasi ata e kanë me ligj që nuk marrin përgjegjësi për ato që thonë. Nëse ka variante apo indicie të tilla, cili do qytetari aq më tepër një përfaqësues i institucionit më të lartë të shtetit shqiptar parlamenti, duhet të drejtohet organeve dhe strukturave përkatëse me fakte, duke bërë një padi se kjo do të ishte mënyra më e mirë, më ligjore dhe më reale për të ruajtur sekretin, për të ruajtur e sigurinë dhe mbrojtjen jo vetëm Shqipërisë, por mbi të gjitha për të plotësuar sigurinë e vendeve anëtare të Aleancës së Atlantikut dhe vetë NATO-s, ku ne prej 17 vjetësh jemi pjesë me të drejtat plota. Në këto kushte është përgjegjësia e secilit që jep apo lëshon një deklarat, por duhet me fakte. Unë dhe çdo qytetar duhet i referohet fakteve. Nëse ka fakte, atëherë ka të drejtë mbi bazën e fakteve të ndjek rrugën ligjore për, si më themi, deklarimin ose jo e ka tjetër institucion fajtor ose jo.